Gjëja në Sërinë, që da këtash. Asë mu se diskuto, bile mu. Në atë grup aty, në atë grup vëzje, pa tjetër. Mu se diskuto, mu. Pa Brikene, se pa Teo, se absolutisht. Me kom PlayStation, në përfekt. A da në duke se është PlayStation. A thua? Ja, na kanë vënu këtë PlayStation, mu. Na kanë vënu PlayStation? Ja. I don't think so. No, pa. Ups, s'pas ka sen. S'pas ka. Kur gjë, s'pas ka. O, Ledion. Ledion, kanë ardhë kote? Jo, do rish aty për pal video wallit. Okej, për bol. Mali mund të kthehet. Mali kthehet. Okej. Shiko, ktheu në të kundër, Stenaldo, ktheu në të kundër. Më doni këtu? Okej, me no. Okej. Unë shku? Ti, shko, se aq. Super. Faleminderit, Elosh. Hamo, Stenaldo. Ledion, 90 ditë. jam bërë goxha. Pa llogaritur ato ditët ku nuk Hyre ishte dilje këtu, filluar zyrtarisht dhe ti hyje dhe dilje. Jam bërë 90 ditë, Ledion, është bërë Big Brother i gjatë. Ka mall plot, ka diskutime me veten plot, ka... Kur mendon për këtë aventurë timen, kur unë mendoj për këtë aventurë timen, gjithmonë pyes veten që mund të ishte bërë më mirë. Dhe në një sens, më rrin ato fjalët e Arbrit që jam treguar disi brenda kornizave këtu brenda. Kam qëndruar tejet në karakter edhe ndoshta disa raste për tu gjetur në shtëpi më i çlirë i kam humbur. Po ama ka qenë Big Brother i vështirë. Një Big Brother shumë i tensionuar, edhe çfarë më thonë, pata Luizit më bëu mort sa koha im hiku. Humba diçka ndoshta në atë sens. Por Shiko, të kuptohemi, ky është një moment që mund të bëjmë edhe pak humor, por do duhet të çojmë pak në atë që ti e ke më habitat natyral. Besoj të ka marrë malli për jetën për te atyre mureve, apo jo? Me vërtet që po. Ka marrë malli shumë për jetën, për njerëz atje jashtë, më ka marrë malli shumë dhe për ty plako, s'ka bërë njerë ka shkova të taku. E vërtet. Edhe kur isha në Gjermani... Njëherë në pak muaj takoheshin. Takoheshim, ashtu është. Zhurma e qytetit, trafiku, gjitha këto. Të gjitha. Na ka marrë malli për të bërë gjërat esenciale, Ledion, atje jashtë. Na ka marrë malli për të bërë gjërat esenciale, se njeriu e bëjnë gjithmonë të voglet. Dhe kur ato disi të limitohen, shto pasaj këtu dhe stresi, impresionin e të qenit pjesë e një programi televiziv, kaq shumë të ndjekur, e të qenit në kamera dhe kur je në gjumë, ti e me së mbyllur dhe dikush po të she, atje tej. Ka mall për të zakonshme. Absolutisht që po. Nuk e di sa kohë do kemi për të përjetuar gjatë të zakondshmen, por ky është momenti që vllai i madh të fton të përjetosh pakës të zakonshme mbas 90 ditësh izolimi. Do kthehesh pakës në të djathtën tënde dhe do ecësh drejt. Po, ktheu i gjithë dhe ec drejt dhe do vi një moment që do të shfaqesh afër një makine të Desa Auto që si fillim do të shëtis në qytet dhe pastaj do të çoj nuk e di se ku. Ja të ke shohim Stenaldon që është duke ndruar mikrofonin dhe me qëra fjala ne përshëndesim Desa Auto e cila edhe sot si thuaj se gjithmonë në Big Brother na shoqëron lider në shitjen dhe eksportin e makinave nga Kanadaja me mbi 10 vite eksperiencë në treg. Desa Auto ofron automjete të përzgjedhura me kujdes, cilësi të garantuar dhe transparencë në çdo hap të procesit. Besimi i klientëve ndër vite është dëshmia më e fortë e seriozitetit dhe profesionalizmit të Desa Auto. Siguri, cilësi dhe besim në çdo zgjedhje. Ne i kemi besuar yjet tanë Desa Autos sa herë që vjen puna për t'i çuar larg shtëpisë dhe të njëjtën gjë kemi bërë edhe sonte me Stenaldon, që do të lërë shtëpinë për pak kohë për të shkuar diku. A do e kuptoj ai rrugës se ku po shkon? Kjo ngelet për t'u parë. Ej Stenaldo, rrugë të mbar. Faleminderit shumë. Problemi mi vetëm është me këto kufje të vënd nuk shoh asnjë gjë. Pa me rak, kjo është normal. Hap xhamin që të dëgjosh zhurmat, se kjo është shumë e bukur, se do dalësh në qytet pas kaq kohësh. Aty te Bigu vetëm cicërima zoq dëgjon, kështu që
O, Ledion, po ekzistojnë makinat akoma, ha? Ekzistojnë, tani nuk janë të gjitha kaq të bukura sa ky me i bau, po ekzistojnë, akoma vazhdojnë. Qef i madh shumë. Mbau fort, vëre ripin. Bëj shaka se të duhet, do i të shavash. Ka ana tjetër, e ke nga, okej. Qo, këtu... Më jem ti e... Mirë që s'po jep vetë makinës. Unë kam patent sa e sa vite o burë. E di. Ej, rrugë të mbarë, do vite ty pas pak, shijoje, hape pak xhamin. Okej. Hape pak xhamin që të vija jo puhiza, të dëgjosh pak atë zhurmën e trafikut, e ambulancave, do të ndihmojnë aty, okej? Asa, do të ke deperdësh, maksimumi privatësisë aty të desa auto. Okej. Super. Okej, ulim si dhe njerë. E pra, shikon, ja ka marrë dorën Stenaldo, Mirë, Stenaldo, rrugë të mbarë. E falenderoj, dëgjojmë pas pak, nuk më besohet ky momenti. Është fantastike se çfarë ndodh. Mbyllin lidhjen, është fantastike se çfarë ndodh. Domethënë të qëndruarit me ditë të tëra aty, gati 3 muaj, të merr malli për një gjë kaq minimale, të cilën ne e konsiderojmë diçka fare të parëndësishme, siç është të hipurit në makinë dhe të ndjerit të zhurmave të trafikut, gjë shumë e bukur. Se çfarë dhuratë gjërat e vogla që na japin gëzim të madh. Çfarë dhuratë ka dhënë Zoti dhe me sa pak mund të gëzohesh. E vërtet është. Ku do të shkoj Stenaldo? Do të shkoj në një ambient që është shumë familjar për të, nuk po ja u them akoma se ku, dhe do të takoj dikë që e imiton më së miri. Me kaq u tha shumë. Ndërkohë, një rikujtesë për gjithë juve që na ndihni, Big Giveaway është tashmë i lançuar në faqen zyrtare të Big Brother VIP Albania në Instagram dhe ju mund të bëheni pjesë shumë lehtë. Mjafton të hyni në postimin zyrtar, të komentoni duke bërë tag 2 miq real, si edhe të ndiqni faqet e kërkuara sipas rregullave. Mes dhuratave kryesore janë një apartament luksoz në mes të gjelbërimit dhe shumë pranë Tiranës nga Long Hill Residence, një Audi A8 L nga Autos së Korea, si edhe 2 paketa all inclusive nga Globus Travel. Mos hezito, ndoshta mund të jesh ti një nga fituesi. Ne do të kthehemi pas pak çastësh, qëndroni në Top Channel.